Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të lidhemi me një zotëri që quhet Oliver. Pasi përpara disa ditëve ish partnerja e tij, Nertila Hida, e ka denoncuar se e ka braktisur, e ka tradhtuar dhe e ka lënë shtatzën. Djali ka shkuar 6 vjeç dhe babai nuk i ka dhënë atësinë. Oliveri e ka parë live-in kur ka qenë ish partnerja dhe kërkon ditën e sotme të reagoj. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur momentin kur Nertila Hida ka qenë me mua këtu në këtë live, unë dua të jap në këtë moment një klip të shkurtër dhe do shkojmë më pas direkt në Greqi sepse Oliveri është duke na pritur. Vjera kishe dyshime që unë mos kisha një gjë me vjerë. Më vjen vjera të banja, më kap mrapa unë shtatzar, më kap mrapa të tu, edhe më thot më falë për shperoj, është më shetë. I bashorti me gjithë vjerën, kapin vjerën, në nxjerrin jashtë me shelma, edhe si mua bet, dhe e marrin e sëndje, e rret burri rënd, e rret vjerën shumë, që amet se e pa që unë po dridhja. Kjo si s'del pasaj në banja, kër i sile në banjet, kjo si s'del, më del mua në tur, unë me vrak, po burri i të dhomë me rëdjalin, se unë ishë për të gjujt. Më prori pasaj të shpia, edhe masë si shtash, nga lindja, që ku më pru shpitime, djeri 6 muj, që u bë djali 6 muj pastaj që në lindja, djeri 6 muj djali, baba i kishte kontakt me mua, fliste për djali, e shikonte. Po ai ku ishte në atë kohë? Në atë kohë ishte në Greqi? Ai më tradhtoi. O tha, unë nuk e kam ato partnere, ato që kam e kam thjesht voxel, unë mendoj për ty për djalin. Unë e kam dash dhe dua dhe kërkoj gjithmonë teta. E kërkoj gjithmonë për Facebook, me zëtë të lutëm. Dua të kem një përballje me atë. E dëgjuam Nertila Hidën, këtë nënë të vuajtur, e cila tregoi gjithë peripecitë që kishte kaluar në familjen e Oliverit dhe mbi të gjitha, sot Oliveri nuk njeh atësinë. Ndërkohë unë hap dritarin dhe ftoj më njëherë Oliverin, padyshim për të dëgjuar edhe versionin e tij, pasi ai ka një përgjigje për t'i dhënë ish partneres, kështu që e ftoj më njëherë. Oliver, përshëndetje. Përshëndetje. Ndoshta je i irrituar, je i shqetësuar për atë live që kam qenë me Nertila Hidën me ish partneren tënde. Dua të flas pak me ty, sepse Nertila ka një djalë me ty. Jo. Kush është, do të bëj vetëm këtë pyetje, edhe do më kthesh përgjigje. Kush është ai person që rref nënën e vet, edhe më kthej ti një përgjigje. Kush është ai person, ai djalë që rref nënën e vet? Ma shpjegoj që këto. Unë nuk e di çfarë ka ndodhur, por një djalë që rre nënën e vet është një djalë i çmendur për mua. Pra, bravo. Por Nertila, ish partnerja juaj, ka treguar se nëna juaj e ka dhunuar. E ka dhunuar pse nuk dinte të mbillte lule. Kur si dini gjërat, ndoshta i besoni, se aty në Shqipëri ashtu janë bërë gjërat. Oliver, unë nuk e njoh Nertilën dhe nuk e mbroj fare Nertilën. Prandaj jam me ty që të flas. Mund ta di çfarë ka ndodhur mes teje dhe Nertilës? Unë këtën, ma ka bërë një miku im këtën, edhe më shumë se një muaj nuk e ka majtur. Pse? Që është e drejta. Po flas tamam, nuk di unë gjinjej apo mashtroj. Më shumë se një muaj unë s'kam nejt me këtën. Por pse vendose pas një muaj ta ndaje? Ajo kishte probleme me... Ishte smur, kishte probleme me mendorën. Nuk ishte për mua. Unë duaj njëri që të maj familjen, tjetë për familje, jo... Ti mure re dhe vetë. Ajo kur la fos, gjanë që kur fut kasetën dhe nuk maron. Mirë, nëse ajo ka ndonjë problem... Si arosh një diçka. Nëse ajo ka ndonjë problem, kjo është një fatkeqësi, po mos harro, ajo është nëna e djalit tënd. E djalit tim nuk është, se unë se kam me të djalin, unë djalin e kam me tjetër kam. Po pse Nertila me kë ka djalin e dytë? Ajo tha që Oliveri është babai.
Nuk e di unë se unë një muaj e majta edhe e qova te gjati. Oliver, shtazan ngelesh dhe për 5 minuta. Ti ke drejt për këtë pyetje që bën, po unë nëse është kur të marr letrat, mund të vi dhe në Shqipëri. Edhe po që e mund dhe bojmë ato analizat e DNS. Por pse tani kujtohesh ti të bësh analiza DNS, djali po vete 5 vjeç. Unë jam darë shpejt me ato. Oliver, por ti e ke lënë shtatzën dhe e ke çuar te shtëpia e babait dhe ti e ke ditur që ajo është shtatzën. Ti e di sigur që është e vërtet kjo? Jo, unë po të them çfarë më ka thënë Ertila dhe Ertila, majsa kuptova unë, për pos që mund të ketë ndonjë problem të shëndetit saj mendor dhe kjo është një fatkeqësi, më duk një vajzë e çiltër dhe e sinqert në ato që tregonte. Ndoshta, nuk e di çfarë të them. Ndoshta. I dashur Oliver, unë nuk dua të gjykoj, të bëj fajtor se nuk jam askushi. Por, më dhim sa ajo vajzë, sepse ajo më tregoi gjithë historinë që kishte kaluar me ty dhe më tregoi që nëna juaj nuk e ka dashur dhe shkaku i ndarjes ishte pikërisht nëna juaj. Jo, për këto e keni gabim. Nuk ka qenë shkaku nëna ime. Por pse ju atëre e rrat nënën tuaj? Jo, nuk e keq trakton dhe këto e keni gabim. Më gjoftu, një person ku si di gjërat, ke drejt të flasish sipas interesit, po nuk flitet sipas interesit. Oliver, nuk po flas sipas interesit. Ju e keni rrahur nënën tuaj? Jo, kush është ai djalë që rreh nënën? Nuk e ke rrahur nënën? Jo. Por nëna juaj e ka rrahur Ertilën? Jo, edhe kjo s'është e vërtet. Pse të gjitha ato fjalë që Ertila tha në live me mua ka gënjur për gjithçka? Unë kam të inqizime këtu, që se ajo nuk di, as të shkruj, as të lexoj. Më ka sill ca inqizime këtu, po deshe ti dërgoj edhe ti ngjosh. Qa ofendimesh bën ajo? Oliver, një vajzë kuptohet është për ty apo jo. Ju qëndruat më shumë se një muaj sipas Ertilës. Kur ti e çove te dera e babait, i the që unë do shkoj në Greqi të punoj dhe do rikthehem tek ty. Jo, nuk e kam thënë kështu. Unë e kam çur tek Jate edhe kjo i kam thënë Jatet asaj që nuk është për mua. Por ju në atë kohë dini që ajo ishte shtatzën? Jo, nuk e di. Por ajo i njoftoi më vonë që ajo ishte shtatzën? Binte mesazhe kështu inqizime që kam ngel shtatzane që do përgjigjesh për këtë fëmijë. Thashun gjë një dashur. Thashun, po ti jemi, normale që përgjigjem. Thashun kur të vish Shqipëri, bëjmë analizat e DNS edhe shumë bukur. Por ti mendon që ajo ka tradhuar? Ata nuk e di unë. Unë secim atë. Ajo është jeta asaj, edhe kjo është jeta ime. Unë s'do rrjem beqar, unë edhe një njeri do djat vetin pozitën time. Një njeri që ndahet, dikush që ndahet, do vazhdoj jetën që gjej një tjetër. Po patjetër, jeta vazhdon. Këtë gjë do bëja edhe unë. Aman, meraku nuk do më linte që të shkoja dhe të bëja analizën ADN-s për të vërtetuar atësinë e fëmijës. Ti këtë gjë nuk e bëre kurrë. Kur të kthehem, unë jam pa letra këtu. Edhe nëse unë kthehem pa letra në Shqipëri, prigjem direkt. I dashur Oliver, ish partnere juaj Ertila që ti ke konsumuar një marrëdhënie shumë të shkurtër me të, diku rreth 2 muaj sipas Ertilës, ka akuzuar nënën tuaj se ajo xhelozonte se mos Ertila kishte marrëdhënie me babain tuaj, me vjerrin e saj. Besoj e ke dëgjuar kur ajo e tha këtë gjë. Ty ta merr mere që bëhen këto gjëra. Oliver, unë dëgjoj kaq shumë dëshmi dhe kaq shumë ngjarje dhe kaq shumë histori sa shokohem dhe më ka rezultuar që shumë histori kanë qenë të vërteta. Shumica janë të vërteta. Tani pleqtë mi nuk patën vetëm këta nuse, ka edhe 2-3 nuse të tjera. Po, më tregojnë Ertila që ti ke qenë i martuar dhe 2 herë të tjera.
Tani, ai pleqt e mi janë 70 e ca, i me ty ta merr mene që ta bëj pleqt e mi këtë gjë, të putorpshme, që se mos i merr, si çka thonë ajo, se mos i merr burrin, ku dëgjon se çka ka thonë ajo, nuk e di, se njohemi, e çike njova. Oliver, ajo tha se kur ti ishe në Greqi, ti e meri në telefon fillimisht, flisje me Nertilën. Jo, nuk ka folë, unë i ka vënë blok që fillim, që kur ndan gjërat. Dhe ajo zbuloi tradhtin tënde më pas, me zonjën që sot ti e ke grua, je martuar. Po si, qysh i quhet ti tradhti, unë s'do rria beqar, unë do gjej një person që të vazhdoj jetën. Po patjetër, por Nertila pretendon që ti e merrshe në telefon. Jo, nuk e kam marrë asnjëherë, unë që fillim të i kam vënë blok, edhe i kam thënë, biles, i kam i gjizime dhe këtu, i kam thënë, mos më shqetëso me familjen time, unë kam familje, nuk duhet më shqetësosh më. Por ajo ka folur dhe me gruan tuaj, që e keni tani aktuale. Po, kishe fol, është drejt, kishe fol. Dhe kjo e fundit e ka ofenduar Nertilën. Jo, nuk e ka ofenduar. Unë kam qenë aty prezent kur ka folur. Nuk e ka ofenduar. Oliver, ti ke jetën tënde tani, je martuar ke vite, sa vite ke që je martuar me zonjën? Unë kam 4 vjet, 5 vjet. Keni fëmijë, keni sjell fëmijë në jetë? Jo, deri tani jo. Kismet, më vonë, nuk e Zoti di. ju a bëft në bar. Por sido që të jetë, nuk dua as të lëndoj, as të prek. Nuk të vjen keq që ja bëri një femre kështu? Unë si kam bërë asnjë gjë asaj për Zotin. Si ke bërë asgjë, more, Oliver? Asaj, mu vret Zoti mu këtu ku jam. Oliver. Nuk jam në atë lloj tipash, unë jam njeriu vujtur. Oliver, ti e more e çove në shtëpinë tënde dhe unë nuk e di se si je martuar me një vajzë pa e njohur, se në Shqipëri ndodh që ditën e parë që shikojnë vajzën, i fusin krahun dhe i thonë je gruaja ime dhe pastaj kur dalin problemet e përzën nga shtëpia. Ke drejt për këto, kështu jemi ne shqiptarët që i marrim gjërat me rrëmyrë. Po pra, dhe pasojat janë të mëdha. Ajo tha që kur i futa krahun Oliverit, më tha që këtë krah do ta heqësh më kurrë nga mua, je gruaja ime. Jemi ca të rrëmbyer neve dhe i kemi këto gjëra, po këto që ka thonë ajo, nuk janë hiç të vërteta që thot ajo që ka ngacmur vjerrja, ku dëgjon se çka ka thonë aty. Por i lëm ato, i lëm të gjitha ato që mos të lëndojmë nënën dhe babain tuaj se janë në moshë dhe mos flasim për këtë pjesë. Në momenti që ti e çove në shtëpi, e dije që ajo kishte edhe një fëmijë nga martesa e parë, ti e pranove, ashtu siç ishte. O, deta, unë jam njëri i vujtur, edhe unë qofse i kam bërë një diçka më të vogël asaj, një presiona, ku dëgjon se si e mirë në ju, nuk e di, qofse unë i kam bërë një diçka më të vogël asaj, mu vret Zoti ku jam, mu këtu ku jam, se unë gjatë dite kur e kam çur tek i jati, i kam thënë stop, ti me mua nuk vazhdon më. Edhe ti puntate, unë puntime. I me se më do ajo mua akoma, unë s'kam që të boj. Oliver, ti thuaj unë nuk i kam bërë asgjë. Ore ndarja kuptohet, si ka martes ka dhe ndarje, e kuptoj shumë mirë. Nuk ishte idealja për ty, ti do ta divorcoje, ta ndaje dhe të vazhdoje jetën. Por ti e le shtatzën dhe nuk u kujdesa asnjëherë për djalin tënd, më Oliver. Nuk e kam lënë shtatzën. Oliver, por ti nuk shkove njëherë për të bërë një analizë ADN-i dhe për ta vërtetuar ishte djali jot apo jo. Ajo vazhdon të këmbgulli që është djali i Oliverit. Gjo, unë po të vi në Shqipëri tani, do digjem për letrat. Kështu që unë po pres, kam futur letrat, kur të marr letrat, do vi. Edhe i bëjmë ato analizat e ADN, si thot ajo. Kur, Oliver, kur djali të vej 20 vjeç. Nësa i del që është djali jotë, nuk të dhimbset që e ke lënë ashtu, dhe ajo nën bën gjithçka për të arritur, nuk e mendon që është djali jotë. Mendoj një moment që mund të jetë vërtet djali jotë dhe e ke lënë atë gjendje dhe nuk e njeh, nuk i ke dhënë atësinë, nuk të dhimbset kjo gjë, Oliver? Unë flas me fakte, kur të vi në Shqipëri, bëjmë analizat e ADN-s dhe pastaj. Po nësa i del që është djali jotë, nuk do bësh pishman? Po doli atëherë po, kam faj unë. Po do në qëfë se del. Oliver, nuk mjafton kam faj unë, edhe ta mbyllësh aty, do të mendosh pak më ndryshe.
Do të mendosh si një baba, Oliver. Ajo nën po sakrifikon kaq shumë për ata fëmijë, është e vetme me 2 prindër të sëmur. Se kam unë fajte se janë smur prindër. Jo Morio, ti nuk ke asnjë lloj faje për prindit e saj, nuk ke faj as për Nertilën. Fajet e tua janë për djalin tënd, që nuk e menduar asnjëherë në këto 6 vite, ke parë qefin tënd, jetën tënde, Zoti ta bëft mbar, je martuar, shikon hallet e tua dhe ke harruar që mbrapa ke lënë një fëmijë që ka nevojë për baba. Doktor, tani unë s'po kuptoj një gjë. Po të them, kur të marr letra, se kam futur letra, kur të marr letra do vi në Shqipëri. Nëse është djali im, atëherë do ta marr me gjithë shpirt. Ama nëse është djali im, s'kam çfarë bëj. Po jo, nëse nuk është djali joti, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie, absolutisht, unë s'po të them këtë gjë. S'kam përgjegjësi. Një grua që këmbgul dhe nuk ka frikë të thoj kush është atësia dhe e këmbgul që je ti, unë nuk besoj që ajo gënjen. Dhe nuk mu duk nga ato gratë që gënjen. Mu duk një grua, një nën e vuajtur, një nën me shumë probleme, që kërkon të ndihmë. Ajo nuk kërkoi para. Ajo tha unë nuk dua para. Unë dua të më japi atësinë. Për të vujtur kemi vujtur gjithë. Nuk është se po unë vetëm një person. Gjithë shqiptarët vujnë. Jo. Jo, ti je martuar dhe ke parë jetën tënde. Ajo nuk e ka parë jetën e saj. Oliver, nuk po them se ti nuk ke sakrifica dhe nuk lodhesh në emigrim, pa dyshim. Edhe ti ke vuajtjet e tua, por aman, ti në këto 6 vite mendove vetëm për veten tënde dhe martesën tënde. Nuk e ktheve kokën pas. Çfarë le? Për çfarë ta kthej unë, që unë s'kam më lidhje me këtë. Oliver, nuk po flas për Nertilën, po flas për djalin tënd, Oliver. 6 vite si të ka mbajtur vendi aty, pa vërtetuar është djali jot apo jo. Dhe një nën që kërkon të bëj analizën ADN-s, të japi atësinë, nuk gënjen. Unë nuk besoj që ajo gënjen, ajo është e gatshme të bëjë gjithçka për të vërtetuar atësinë. Unë të thash, kur të vi në Shqipëri, bëjmë analizat. Qofse unë vërtetohet se është e vërtet, më rregull. Që të them unë tani? Mua mu dhimbs Nertila, sepse ajo gjithmonë kërkonte një përballje me ty. Dhe tha që unë e dua dhe e pres, por ti pas ke nisur një jetë të re. Se unë kam jetën, i kam thënë që fillim, unë kam jetën time tani. Mos më shqetëso se unë kam jetën private, kam jetën familjen time. Ti shikot familjen, të krijosh familjen tate. Unë as nuk e ofendova, as nuk i thash në gjë të keqe. Që kur e çova atë ditë, edhe biles më mirë të më mrapa, i thoshem që mos më shqetëso më se nuk është mirë. I me shqetësoj unë tyja, kur i ti je me një person tjetër, për mendimin tim s'është mirë, apo jo? Unë nuk të gjykoj, ti ke jetën tënde dhe ti bën çfarë të duash me jetën tënde. Por të jap një këshill. Ktheje kokën pas dhe mendo për atë fëmijë, ka nevojë shumë për një baba. Unë kur të marr letrat do kthehem. Se unë s'mund të vi tani në Shqipëri dhe t'i djeg letrat. Jo, është drejta juaj. Kur të marr letrat do kthehem. Është drejta juaj të vini kur të doni në Shqipëri, por nëse ke diçka për t'i thënë Nertilës, unë do t'ja përcjell, se do lidhem tani me Nertilën, pas teje do flas me Nertilën për t'i thënë që u lidha me Oliverin. Unë kam këtë t'i thosh Nertilës, për cilja Nertilës i thuj këtë. Për ato foto që ke zbritur në Facebooku, e ke shumë gabim, nuk është e drejta. Ti publikosh, më publiko mua, po je personi tjetër, nuk e të drejt. Personi tjetër të garantoj që është ruajtur nga ana ime dhe nuk ka dal as emër, as biemër dhe as fytyrë. Unë nuk kam punë fare me zonjën tuaj. Nëse ajo është aty dhe na dëgjon, unë dua t'i them që unë nuk kam asnjë lloj lidhje me zonjën tuaj dhe as nuk e gjykoj, as nuk e paragjykoj. Ju uroj jetë të lumtur me ty zonjës. U pleqërofshit bashk, nuk ka lidhje në këtë histori ajo zonjë. Unë besoj që fajtori gjithçka je në këtë histori je ti, që s'ke ditur t'i ndash gjërat mirë.
Nuk, nëse unë jam fajtor, vret zoti që është lart. Po unë nuk jam fajtor, jam djalë i vujtur, edhe kam vujtur në jetë. Nga që Nuk i kam gjetur shtruar. Nga që ke qenë djalë i vuajtur, duhet të mendoje pak më ndryshe për një nën të vuajtur. Ti në Ertilës i thuj vetëm kaq. Vazhdoj jetën tate, mos e shqetëso birën e botës, se ai ka familje vete. Nuk ke të drejtë tash të më shqetësoj. Për mendimin tim është e kot. Nuk duhet të më shqetësoj një njeri. Por nëse do më pyesi po për djalin, çfarë të tha? Kur të vi në Shqipëri, i bëjmë analizat e tanës dhe ta vërtetojmë. E qartë, Unë ka i ditë them. Gjithsesi unë të falenderoj që më telefonove. Edhe unë të falenderoj, je shumë gazetare mirë. Edhe unë uroj më të mirat për ty, të përshëndes. Të përshëndes dhe unë, bire pashi, kalofshi mirë. Oliveri mohoi gjithçka, madje mohoi dhe atësinë e djalit. Ai kërkon të bëjë një analizë ADN-je dhe ta vërtetojë këtë gjë. Historia është e dhimbshme, gjithsesi un jam zëri i Nertilës dhe uroj që të bëhet më e mira për Nertila Idën. Ai dha një mesazh për ish-partneren, kështu që un do hap dritaren, do ftoj Nertilën dhe do i tregoj gjithë bisedën që pata me ish-partnerin e saj. E dashur Nertila, përshëndetje. Përshëndetje, Nedeta Nertila nga Elbasani. E di që je Nertila sepse e kam numrin tënd dhe të mora sot sepse pak më parë unë fola me Oliverin. Po. Nuk e di nëse pas live-it që zhvilluan bashk të ka telefonuar ish-partneri? Jo, nuk asnjë lloj, e kam dëgjuar që ka shkruar në dokumente, kishte shkruar që është me tmeta mendore, pa lidhje fare kjo gjë. Unë do të them vetëm kaq deta, një femër kishte meta mendore, me thonjza, nuk mund të mante një djalë ta bonte deri 4 vjeç. Ti je një nën heroin dhe bravo. Po, po të kisha thash dhe një herë, unë vërtet unë kam edhe djalin, thash një herë deta që unë kam djalin me psikolog atje, bile s'kam hyrë edhe dhe në psikolog me djalin, edhe më ka thënë që ti po të kishe njëti probleme, ti nuk do ishe sot me djalin këtu dhe përballë nesh. Po djali jot kush e di në ta kishe. Nëse unë jam me tmeta mendore, djali im kishe përfunduar një timore në Kazan, nuk do dilja të kërkoja baban e djalit aty për fëmirin, që ti kërkoja atësin, edhe po bëj luftë për t'i marrë ati atësin, edhe ta marrë djerin në vdekje, me ndihmën tënde deta, të dua t'jeshe lundur me familjen tënde, ta kërkoj me gjithë zemër, me shpirt se nuk kam mundësi për ne kam nën këtë gjë, dua atësin me Oliver Lapushit. Ne kërkoj dhe këtë gjë, para një publiku ta ngjoj kush doj në emisionin tanë, e të më shajnë apo të. Qofse unë do bëj analizat dhe më ndihmoni ju me gjithë shpirt, qofse ai djalë i del Oliver Lapushi tret për blet me mua, do përfundoj me hekat. Nëse nuk del djali e Oliver Lapushi Nertila përfundon me hekat. I dërzohen policisë edhe marrë dënimin, kur unë e kërkoj analizën e DNS, Oliver Lapushin ka thënë Tila, praktise fëmirin, hiqe se nuk e dua për mua tjeti tek. Ajo Nertila me tmeta mendore, sot po ma djalin. Unë nuk jam me tmeta, unë përballem me një psikologe, edhe ai dhe unë shohin nivelin, qofse unë kam probleme mendore, ai djalë do ishte në vet, nuk do ishte këtu para Oliver. E dashur Nertila, më dëgjoj me vëmendje. Live-in që ishim ne të dyja së bashku përpara disa ditëve, e ka parë edhe Oliveri, se ti të kanë informuar që ai kishte edhe komentuar, unë si kam lexuar komentet që ka shkruar Oliveri, e kishte parë dhe ai dhe partnerja e re. Unë u lidha me Oliverin, ai më telefonoi dhe ishte shumë i irrituar dhe shumë i mërzitur për çfarë kishte dëgjuar nga goja jote. Po, ato që janë të vërteta, se nuk i bëj fat, ose më ka ndodhur me trupin tim. Ai i mohoi. Ishte koha pandemisë, se ishe, ta them dhe këtë deta, më fal. Ishe koha pandemisë edhe nuk di asnjë. Kur më ka ndihmuar një zoj, pak rëndësi t'ja them emrin se nuk dua ta bëj publik, kur më ka ndihmuar një zoj që e kam njohur anë telefonit, anë Facebookut, më ka pru ato që unë kam dashur një ide, kurse babai i fëmijës tim edhe nëna ti nuk mi ka qefur. Nuk më pyesin një herë çam ide ke më njësë. Por ajo vajzë, i herë pash mi pruri direkt. Edhe përgjigjen që më pra ajo mua,
e vjerë nuk mund ta them dot më, të thush ikën që ferrat, është gjë më shumë. Deta thash, çfarë kam thënë te ai live, janë gjitha të vërteta, unë jam me fakte, me dashnë psikologe, me polici, çdo që tjetër. Ti ngrite shumë akuza të rënda tek live-i im përpara disa ditëve, duke akuzuar vjerën se të ka dhunuar dhe xhelozonte se mos ti i merrje burrin. Dhe këtë gjë e ka përjetuar shumë Oliveri, kur ka dëgjuar dhe prindrit e tij në atë live. Deta, jo se ishte gabim, se unë nuk për ato që kam thënur, unë ja them jo Oliverit, por kush do e ula të dalin përpara Deta, se ato që kam thënë janë të vërteta, e them ku dush ti. Edhe një gjë më të vogël nuk i hek asaj gjëje, sepse janë gjëra që janë të vërteta. Janë gjëra të vërteta, Deta. Kur ishte, ase dilte vjeri natën, unë isha në të vjeri dilte natën, nuk hynte në banjët, po dilte bonte mes u borrit. Në gjanë, pa i përshtem, edhe ky qa bonte, kjo, ai të baja të kasolla ati e bën tani shmurën në fund vet, kurse kjo ndë unë së dhja fare, kjo unë isha të dhoma ime, kjo ditë e runde mos viki unë mrapa ti. O Deta, ta them plot muhabetin, ajo kishe probleme. Të rënda në mitra, ajo kishe e 2 herë anën e mitrës, me pak fjallë. Ishte në frikë madhe, ishte stresuar, do vinte darka, do vinte dreka në kishin sherrën. Grindje, debate. Por ndalemi te marrëdhënia jote me Oliverin dhe unë dua të përcjell të gjitha ato që Oliveri më tregoi. Oliveri tha që unë qëndrova vetëm 1 muaj me Nertilën dhe nuk... Jo, kam qenë 2 muaj. 2 muaj. Është djali 4 vjeç. 2 muaj kam qenë me atë, ka përzan 1 muaj, 2 muaj, ishe muajin e 2 Shtazanik. Po 1 muaj e gjysmë kam qenë Shtazanik, po hyje muajin e 2. Po ka marrë tu. Po, Biles ka thënë për ta hekur. Ai ka bën krim me mua, për ne Deta. Ka bërë krim me mua, ka thënë që ku ka marrë të Oliveri, Nertila, më dëgjo. Oliveri tha që pas 1 muaj qëndrimi me Nertilën, kuptova që nuk përputheshim dhe e çova te babai dhe i kam thënë Nertilës se ne të dy do ndahemi. Dhe ai thotë që unë nuk kam qenë në dieni që ajo ishte shtatzën. Ja, e di shumë mirë. Biles, ta them këtë gjë, Biles ka qenë të boshim, unë kam ngel shtatzën, e kam thënë do bëjmë një fëmijë bashkë. Ai ka thënë që kur themu për fëmijë, do bëjmë fëmijë, po në thush ti për celebrim, do bëjmë celebrim. Kjo ka qenë, Biles ka qenë, kam ngel shtatzën, e dije se do ngilja shtatzën, ma në ditë se vite për të vjellur për gjara kështu. Edhe i kam thënë vjerës. I kam thënë burrit du një test për të ujtë fëmirin. Edhe i kam thënë vjerës, ta ik me mamin bashkë. Edhe më tha mua ta shumë do ik marrë testin. Kjo tha i ke merre me mamin se unë jam fort punë fare, tha kjo. Po që mirë, mba qefi, mirë, i ki them vjerës. Vjera nuk donte, tha ti ke burrin, ik vetë farmacit merre. Edhe unë si përfundim, ta shumë hajde me vjerë. Jo, nuk ke dëshirë ti të bësh gjyshe, se më duke sigur jam. Edhe tha jo, tha, unë nuk ndorëj, tha i ke boni qatë doni, fillim. Edhe kjo tha, pasaj tha burri, tha shumë hajde dhe ikim bashkë, tha shumë hajde thot ik me burrin, ika me Oliverin, mora një test një herë, e rujta nuk ishte. Ky Oliveri Biles e ka thamë në gojën e vetë që nuk del testi për 1 javë, ose për 3 ditë, del do 2 javë, a që shteka. Në regull, qështë e dike ti thashmë se i qëndje kur ti dike këto gjara. Hajde ma. Edhe nuk doli. Masi prapë unë ndjeja prapë se sikur isha. Edhe si përfundim, i ka prapë me Oliveri, morën 2 testa. 2 testa. Edhe thashëm, edhe kjo ullë në divan. Unë i kam punë time. Edhe kjo Oliveri ishe të divanti, ka një divan do të koridojnë atë klarë në qështë. Edhe kjo Oliveri ishe me telefon dorë. Edhe unë am veqeft madhë për kokë time, edhe se kisha një fëmijë, prapë kisha qef. Në gëzimi, se thoja shala një gocë, kisha menimin e gocës, më thojza. Edhe thashën e shala, por marrë vesim shala dhe e ka polin qafë, të ishe në mrapta, si që mund tani, edhe e ka pe posën faqe. Pra zot, a i thashë, Oli, unë jam shtatzan, thashë, ajo doli me sukses të roj, edhe që qofshi lumë tër babaj në jetës. Edhe kjo ka qenë, a e di shumë mirë.
Bires edhe kur m'ka qu, a e di shumë mirë që unë kam qenë shtatzan. Edhe bires kur ka marrë me fugonin, si ishe pandemia, se që thash, ishe pandemia, unë nuk doja tigja. Kunata ime, jo ishim rapja, e tjekra dyta, tha Nertila, tha je shtatzan, mosik, edhe të përzoj vlla im, mos dil nga dera, se ke fëmirin. Mendo për ato që do s'jes në jetë. Ti po kongull që ai ka qenë në djeni të shtatzani, sepse... Po, unë në them me plot bindje thash të një erdeta, ai se pranoka ndoshta fëmirin, të bëj analizat e dënes. Jam gati, duan ndihmën e juaj, po mendove për një nën, thash të njerë që kam një fëmijë me autizëm. Nuk ja dalë tot, familjen e kam pa qefe. Të bëj çfarë të doj deta, unë jam i 100% e vendosme për kokë fëmijët, beton në mallë sot, unë të besoj. Që është vërtet që fëmija është jepti. Unë të besoj. E dashur Nertila, ai pretendon që nuk e ka ditur që ti je shtatzën dhe thotë që unë nuk mund të jem babai. Mohon dhe atësin. Të bëj adënen e dhe analizat unë i kërkoj me ullje dhe da kërkoj tjeri në pikë të fundit, në ndihmën tënde, shpresoj Zoti që ta dalë me ndihmën tënde se nuk kam mundësi nga ajo, për ne të kam telefonuar të se nuk kam mundësi të olla që t'ja boja këtë gjatë disën, aje e donë të atë. Gjithsesi, unë dua të të njoftoj, Nertila. Unë të bëj analizat e dënes. E qartë, ti e gatshme të bësh analizën e dënës dhe je sigurt kush është babai. Qofse djali është Oliver Lapushit, ai meriton burkun. Qofse nuk është, unë meritoj burkun dhe jam një nën me 2 fëmijë jetima. Ta them tu, i dërtojnë burkut, ka që të edhe bëj bekimin më të madh në Zot. Nertila, të lutem qetëso. Se drejtësia të zgjidh fallë sot. E dashur Nertila. Ka marrë masdore mua se kam qenë aq e urtë edhe ka qenë dhe pandemia që ka marrë Oliverin apo kam. Oliveri di shumë mirë ku ja kam dhënë analizë ato testin. Ato djalit, egun ja kam dhënë dorë, edhe kam puthur në faqe, kam thënë Zoti më shpëton, edhe jam krenar që ti je babai. Edhe di shumë edhe ka qesh. Ai mos i mohoj ato gjëra. Analiza do dalë qoftë unë e bëj akuzën dhe më të madhe këtu te ti deta, qoftë se e them me plot bindje, qoftë ai fëmijë nuk është i Oliver Lapushit, unë i drejtohem burku, ama qoftë është... Të lutem, Nertila, të lutem. Ose të dërrohet pagesë. E dashur Nertila, Oliveri tregoi që këto 6 vite në Greqi nuk ka qenë i pajisur me dokumenta, pret të pajisur me dokumenta dhe më premtoi që do vi në Shqipëri, do bëj analizën ADN-s dhe nëse del djali im, tha, unë do mbaj përgjegjësinë ligjore për fëmijën tim. Ai këtë gjë ma tha, por ai ishte i irrituar me ty kur ti e ke shqetësuar edhe me partneren e re. Ajo e di tha që ne jemi ndarë prekosh, ajo e di që unë jam martuar, ai kishte një tjetër nuse dhe ajo më ka shqetësuar në telefon, tha. Shumë herë. Pa, kam qëtësuar për analizat, as për gjë tjetër, vetëm analizat se nuk mim të analizoja, ke bje analizat, dhe dali fëmija im. Tash, unë ato të përballën pas përballë me analizat. Po, të lutën deta, po që mos ku mund të jetë ai ta gjej, edhe jam e gatshme, ta the me gjithë shpirt që jam e gatshme unë dua analizat aty. Jetë ku doj. Jo, ai do t'i bëj, e premtoj këtë gjë dhe besoj që do reflektojë, ka kuptuar çfarë ka bërë, çfarë gabimi të madh, kështu që është i gatshëm sapo të pajisë me dokumenta të vinë në Shqipëri dhe të bëjë analizën e ADN-s dhe për të mbajtur të gjitha të drejtat ligjore për fëmijën. Por ti në fund kur ke qenë live me mua atë ditë, ke thënë që unë e dua Oliverin dhe i bëre thirrje që të kthehet. Po. E dashur Nertila. Po. Ai ka një tjetër grua. Po. Dhe ti këtë gjë s'duhet ta mendosh më. Një njeri që të ka kesh trajtuar, të ka tradhtuar me një tjetër grua sipas teje, nuk ke arsye për ta dashuruar. Kështu që harroj atë histori. Ai ka krijuar një tjetër familje dhe ti tani shikoj jetën tënde dhe ajo që të intereson më së shumti sot nga Oliveri është atësia e djalit tënd, jo dashuria. Ai ka përballë një përballje që të fliste me mua pse s'e nxori fytyrën ta bëj se unë nuk i besoj atij deta. Nuk i besoj se kur doli live te, doli me grua tjetër në Andres tjetër, nuk i besoj atij, po se pash live atë rrok, ma thoj se me goja ka thënë me mira e ka pranuar gjithçka, po nuk Nertila, ai nuk donte të ishte përballë teje live dhe unë nuk mund ta detyroja këtë gjë. Po t'jap një këshill si motor.
Harroja atë histori dashurie sa i ka nisur një tjetër jetë. Dhe nuk ka më ndjenja për ty, dhe këtë gjë pranoje. Deta, të bëj dhe një pyetje, ato video, ato budalliqe që ai çofi edhe na ndresa, të s'ma nxjerr personin kush është Deta. Se ai bën vetë ato gjëra, jam i sigurt. Ma nxjerri të vërtetën. Ai njeriu unë duhet vërtetën nga ai. E vërteta që ti duhet të kërkosh është që ai të pranojë atësinë. Dhe kjo të intereson më së shumti e dashur Ertil. Se çfarë bën ai tashmë me jetën e tij, ty nuk ka pse të interesoj, ti shikoj jetën tënde. Ai nuk ishte mashkull ideal për ty sipas teje. Ai nuk të respektoi, nuk të dashuroi, nuk të njohu atësinë. Për çfarë do atë burr? Ai thash edhe një herë, mirë, ajo gjë, qofse ai ka thënë që fëmia nuk është i erë, thotë është i imi, nuk është i imi, më ka thënë telefon me kohë, unë thash edhe një herë, qofse ai fëmijë do dali aty, ai të hekrat. Ta the me gjithë shpirt, që më ka bërë të vuaj, se pak e kam një që po vuaj, të vuaj dhe me fëmijën aty kur se mori për shika, kur prandoj shumë gjëra dhe gjë s'mori, unë vetëm ka të them Deta. Ai qofse fëmia aty do dali aty, ai do hyjë në burg. Po ta them. Nertila, të lutem. Qofse unë nuk është aty, unë jam gati. Nertila, të lutem. Unë jam thënë aty. E dashur Nertila. Edhe ai më shkatërroi jetën. E di, prandaj po të them, harroja atë njeri. Po, ai për mua shkatërrohet nga e femra tjetër. Se edhe mua ma shkatërroi djalin. Ma mori 2 vjeç, ma bori me gjëra që unë s'imagjinoj ato. Bori shumë gjëra, se i kam thënë dhe këto Deta, ku kam hyrë ajo familje. Kur të ikja për të nejtë për para atje, i kam thënë para se të hyjtë ajo derë. Mos kem probleme me familjen tënde, mos kem probleme me ty, se të më marrë shumë qafë me djalë. Qofse unë të marrë ty në qafë, e djalin tënë që unë të të fund shtëpi, atëherë i marrë unë përgjithësi. Ti marri përgjithësi zotëria. Gjithsesi shumë meshkuj nuk i mbajnë premtime dhe ai nuk i mbajti premtimin me ty. Dua ti përcjellësh mesazhin e fundit Oliverit, se jam e sigurt që po na ndjek. Po, të vinë në Shqipëri të më bëj ato nene e djalit edhe ka për të tërë ushimoret. Po, atë e vendos gjykata më pas dhe... Nëse nuk më të vi Shqipëri të anin, e të vazhdoj rrugën që ka vazhdu me ato të mbaj nuk e pëngon njeri, të vi të niset për Shqipëri, kudo ose tjetë Shqipëri, ose të niset për Shqipëri të pem, të vi të bëj ato nene e djalit të anin. Qofse djali është i ati, ai do hyjë burg se se ka pranuar. Qofse djali nuk është aty, na tira gati për burg. Nuk është ideja të hyjë në burg apo jo, por të ndërgjegjësohet dhe të pranoj atësinë dhe të pagoj të gjitha detyrimet që jep gjykata. E dashur Nertila. Unë në du Shqipëria do të përballet me djalin dhe me mua. E dashur Nertila. Ne do mbetemi të dyja bashkë në kontakt, unë kam premtuar që do të ndihmoj dhe patjetër do të ndihmoj. Numrin tim të telefonit ti e ke, kështu që do jemi të dyja në kontakt dhe uroj më të mirat për ty. Je një nënë heroin, një nënë e fortë dhe mos u dorëzo kurrë. Faleminderit, në gjitha shollët e. Të përqafoj. Të përqafoj Nertila. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe takohemi nesër.